Greta, me udhëzimet e vllait të madh, të ftoj të lësh shtëpinë në këto momente, mund të takohesh me banor. Faleminderit vllai madh. Faleminderit. Kur të vi, hajde arrivederci. Shiko, nuk e justifikoj atë që tha Greta, që i tha prostitut Juelës. Patjetër që duhet dilte, nuk ka vend të rri fare absolutisht. Po mënyra se si u bë, mu duk pak e egzageruar. Hajtë të bëjmë kurban këtë, e di se mu duk më e kam thënë në story, në Instagram. E kam thënë që e keni parasysh ata shqitësit me tavolina që dalin, si që ajo që ishte para 2-3 ditëve, për shumë për festën e verës, që kishte dalë të shiste ballokume me tavolin jashtë, apo ata që shesin banane, apo gjërat të tjera që shesin lakra, çajra, e gjitha me radhë, salatra, spinaq, në për rrugë, për nxjerrë atë pak lek, për të blerë në një copë bukë. E çfarë bën policia bashkiake? Vete i mbledh këta, i sulmon, ja u rrëmben atyre, ja u sekuestron më saktë atyre, dhe deklaron në protokollin e tyre, në letër prezencën e tyre, që shiko se aksioni jon ka përfunduar me sukses pasi bllokuam 4 tavolina që 4 ambulantë që shisin në rrugë. Ndërkohë, në anën tjetër, ke një supermarket të gjithë që nuk ka kasë fiskale. Ke një karburant të gjithë që shpërdoron ose punon në mënyrë të zezë. Ke shumë firma, shumë biznese që nuk janë taks pagues në një farë mënyrë apo në një tjetër jo të rregullt. Dhe kush janë këta biznese, le të themi në këtë rast ka shumë të tjera aty, ka shumë të tjerë që Selina i kanë thënë kalifa për shembull, i kanë përmendur familjar, shumë të tjerë Selina ata Selinës, e shumë gjëra të tjera janë thënë diskriminime, janë thënë ku diun qorri, janë thënë këte janë edhe nuk është marrë ky lloj vendimi. Edhe shmangur janë dërguar në një rehabilitim tjetër apo në një dhomë tjetër. Ndërkohë Greta që ja tha këtë, përsërit se doli, nuk është se jam kundër, patjetër, por o duhet bëhet për të gjithë, jo ca të nënës e ca të njerëzës. Thellë më erdhi pak keq, më shumë më erdhi keq që pse nuk patën dhe shumë të tjera aty brenda fatin e Gretës të dilin që kur. Po hajt, tha, të fusim namin Gretës edhe që ta bëjmë shembull. Ndërkohë ka pas për të qenë shumë herë më përpara për të bërë një tjetër shembull që mos arrinte Greta në këtë pikë. Ndërsa Greta arriti në këtë pikë për faktin sepse shumë të tjerë e sollën situatën që mund të ofendojnë dhe që mund të flasin dhe mund të diskriminojnë edhe ku diun të hynë në për familje, të hynë në për situata personale, jashtë shtëpisë të tmerrshme. Mere me lëngë se unë ishi u hengë.